Helicobacter pylori është një bakter që infekton stomakun dhe ndonjëherë pjesën e sipërme të zorrëve. Ai shkakton fryrje, dhimbje barku, refluks dhe ulcera gastrike. Shumë njerëz e kanë pa e ditur, sepse simptomat mund të jenë të lehta dhe të çrregullta. Diagnostikimi bëhet me test gjaku, frym ose endoskopi dhe trajtimi zakonisht përfshin antibiotik dhe ilaçe që ulin aciditetin. Përveç trajtimit, është e rëndësishme të ruhet higjiena ushqimore dhe të shmangen ushqime shumë të yndyrshme ose pikante. Zorrët dhe stomaku janë baza e shëndetit. Një bakteri vogël mund të ndikojë shumë në energjinë dhe metabolizmin. Zorrët janë një nga ekosistemet më të sofistikuara në trupin e njeriut. Me mbi 100 trilion baktere jetojnë aty duke ndikuar në tretje, në imunitet, madje edhe në funksionet nervore. Por kur balanca prishet, bakteret e dëmshme shpërthejnë dhe her pas here shkaktojnë inflamacion, infeksione dhe çrregullime që prekin gjithë organizmin. Me të drejtë, Helicobacter pylori u përmend në insert, por nuk do dalemi vetëm te ky bakter, por gjithçka rëndon zorrët tona, po mbi gjitha na shkakton dëme në shëndetin ton të përgjithshëm. Për të kuptuar dhe të patur një qasje nga mjekësia alternative, ne kemi gurun e mjekësisë alternative që ju e doni shumë, zoti Ylli Merja. Kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit që gjetë kohë na bashkuat në studio. Faleminderit. Mirë se gjejmë edhe neve. Mirë, e nisi bisedën nga një ndoshta pasqyrimi i përgjithshëm i situatës në përvojën tuaj disa vjeçare, shumë vjeçare, cilët janë bakteret më shpeshta që gjenden dhe shkaktojnë probleme në zorrët e qytetarëve shqiptar. Më shumë problematika krijojnë parazitët. Parazitët. Dhe këto portën hyrëse për në organizëm e kanë nga goja. Mënyra se si mund t'i marrin është uji, ndoshta perimet e palara, pasi le ta marrim një spinaq ose një perime salata jeshile kështu me radhë, është pleruar me një pleh të gjelbër dhe kjo i transmeton këto nëpërmjet vezëve, por edhe si parazit të gjallë, aty poshtë gjethes, kur njerëzit nuk i lajnë mirë, këto vezë njerëzit mund t'i gëlltisin. Ose mundësia me madhe është tek fëmijët, për shembull. Ata kanë vetit e tyre, për shembull, që të prekin duart e njëri tjetrit, por edhe të lëpinë, edhe fëmijët e vegjël lëpinë. Dhe ndërkohë që këta mund të lëpinë një send të palar mirë, ose të prekur nga duart të palara, ekziston kjo mundësi që këto vezë të këtyre parazitëve t'i gëlltisin. Parazitët mund të jenë ose një qelizor, le të themi, ose shumë qelizor. Pra, po t'i grupojmë, janë këto helmintat, që janë këto krimbat, janë oksiuret, janë këto askaridet, janë këto teniat, për shembull. Atëherë, lambja futet te këto parazitët, po që janë një qelizore. Pra, protozoar që quhen, do më thënë, ndër gjërat më të gjalla, ose le themi kafshët në miniatur shumë të vogël, një qelizore, që hynë në formën e vezëve, dhe pastaj ato bëhen qel veza në sistemin ton të tretjes. Kryesisht në stomak, por kalojnë pastaj në zorët e holla dhe në zorën e trash. Dhe sigurisht, duke qenë një mysafiri pa dëmshëm, ky do të ushqehet në sistemin e tretjes së njeriut. Gëlltisin aty, si thuash, ose ja vjedhin organizmit, vitaminat, atë vitaminën B12, marrin këto kriprat minerale më të domosdoshme për organizmin e njeriut dhe krijojnë pastaj problematika nga më të ndryshmet. Ka ndonjë mënyrë për të dalluar që ne kemi parazit? Po ka, për shembull, po patjetër. Për shembull, nëse do të marrim këto oksiuret, këto në përgjithësi vendosen në pjesën fundore të zorrës së trash tek sigma. Dhe janë të vogla kështu për masa deri në 5 mm, 7 mm mund vej madhësi e tyre, dhe shpesh herë këto japin këtë shenjë kryesore, se këtë simptom, kruarje të forta në anus, sidomos natën, dhe njëkohësisht që rregullojnë tretjen. Dhe në pjesën fundore të anusit japin skuqje.
Nëse do të marrim, askaridet, për shembull. Këto vendin e tyre më të pëlqyeshëm e kanë në Zorë, marrin ushqime të gatshme në Zorë, pra ato që unë përmenda, vitaminat, mineralet. Zhveshin nga vlerat, çdo gjë. Ja vjedhin organizmit ton dhe japin këto shenja, për shembull. Japin një uri, një dobësi trupore, hera herës, kur këto bëhen në formë në një lëmshi të madh, këto mund të japin edhe kapslik, e bllokojnë Zorën fare. Dhe njerëzit kanë dhimbje të forta, kanë kështu si ngërçe muskulore, janë të prirur për të bërë anemik, dhe hera herës, kur ata duan të shkojnë në banjë, sikur zverdhen të gjithë nga fytyra. Ose shumë fëmijë kanë frikë që të shkojnë në tualet nga dhimbjet që ata shkaktojnë. Nëse do të shikojmë këto tenijat, për shembull, janë më shumë veçori atyre njerëzve, ndoshta që mbajnë, është një krim shirit, jo unazor, por në formë një shirit. Mbajnë kafshë shtëpiake. Po, që mbajnë kafshë shtëpiake, mundësia është tek derrat e tek këto. Dhe ky ka këtë veçori, njerëzit kanë uri, duan të hanë, por përsëri janë anemik, janë të pafuqishëm, janë të zverdur. Edhe pse ushqehen. Pikërisht to parazit që marrin vlerë të ushqyes. Këto janë ato që marrin parazitit. Le të shkojmë tek lambjet. Atëherë, kjo është mundësia më e madhe që të përhapen, për shembull, edhe nëpërmjet ujit, edhe nëpërmjet produkteve që marrim nga kopshtet e kështu me radhë, por edhe nga infektimi në shkollë i fëmijëve ose në çerdhe, në kopshte e kështu me radhë. Atëherë, veç këtyre, është edhe kjo entamobus që sigurisht përhapet kështu nëpërmjet prekjes e kështu me radhë, por kjo më shumë jep, si thua, është një lloj paraziti që jep një hemoragji me gjatë. Mund të japi edhe tek fëmijët, mund të japin edhe tek të rriturit. Atëherë, nëse shikojmë që njeri ka formë në një dizanterie, por jo të vazhdueshme, e kap sot një feçe me gjak, e kapim një herë tjetër përsëri kështu me radhë, atëherë duhet jemi te ky lloj paraziti që shkakton dizanterinë. Ka edhe të tjerë që mund të merren për shembull. Por për të kuptuar ndoshta llojet e parazitëve që ne marrim, duhet patjetër një analizë laboratorike që bën klasifikimin e llojit të parazitit. Pra një qytetar nuk e bën dot me ndërgjegje të plot apo në kushte shtëpie. Po sigurisht edhe në laborator duhet që njeriu të jetë shumë i specializuar për këtë gjë. Por edhe njeriu nëse mund të marrë një feçe dhe ta çojë në laborator, edhe ky njeri bën gabim. Sepse si thuash, mundet që atë ditë neve të mos kapim vezët e këtij paraziti që është në organizëm. Ose mund të mos ka plot njerëz që thotë, shiko, ore unë e shoh që e ka krimbin e bardhë të vogël, thotë 5 mm, e çojnë në laborator më del negative. Pra, këtu ka një gjë që nuk shkon. Atëre, kush është kjo gjëja? Mund të qellojë që sot fëmia ose i rrituri nuk nxorrin nga këto. Sepse edhe këto si gjërat gjalla kanë ca fije të holla të cilat kapen nëpër Zorë, i pickojnë ato dhe mbështeten, ngjiten aty. Veç kur ne ti ngacmojmë, atëherë ato turullosen, helmohen dhe dalin. Dalin mik. Atëherë tek analiza. Mirë është që të shkojmë në laborator para se të bëjmë ekzaminimin, të marrim pak formalin. Dhe ky individ të marrë gjatë javës 4-5 herë nga pak feçe në vende të ndryshme dhe t'i hedhi në këtë gotën e analizës. Formalina e ruan shumë mirë, atëherë në mos një ditë, 2, 3, 4, ky person patjetër që ka parazit. Dhe ato kapen menjëherë në laborator. Si mund ta trajtoj një laborant këtë gjë? Përpara se shkojmë tek laboranti, duhet dalim tek një metodë që vjen nga mjekësia alternative. Qumësht me hudhër është përdorur gjithmonë për të ftuar parazitët në zorrën e trash. Së fundmi po kundërshtohet nga mjekët. Ju çfarë qëndrimi keni në lidhje me këtë kombinim dhe çfarë efekti ka? Është funksionale 100%. Pse? Hudhra ka kripra të sqyfurit. Dhe në industrinë ushqimore, dioksidi i sqyfurit përdoret si toksifikues 1
dhe si pastrues i enëve në të cila do të përgatitet një verë mirë ose një birrë mirë e kështu me radhë. Dhe çfarë ndodh me këto kripra të sqyfurit? Gjithë këto parazit që ndodhen në organizmin e njeriut në sistemin e tretjes, atë mëngjesin e kanë kështu si me padurim, e presin me padurim për të marrë atë ushqimin e tyre, sepse kanë qenë tërë natën të uritura. Ndërkohë që ne u japim këtë qumësht, por të helmuar, po e flasim në gjuhën e trash, sepse ai ka pak nga këto kriprat e sqyfurit, ka alin, alicin që ndodhen tek hudhra dhe kalojnë tek qumështi. Atëhere, këto parazit e thithin, e marrin këtë ushqim dhe njëkohësisht marrin edhe nga pak toksina. Nëse ne marrim dhe pim një verë për shembull, të porsa hapur, ajo do na japi dhimbje koke. Jo se ka alkool shumë ose pak, por është ai dioksidi i sqyfurit që është futur dhe neve ajo menjëherë na shkon në kokë. Pra shikoj, një gotë verë dhe ne na turullos. Po ati paraziti, çfarë i bëjnë ato kriprat e sqyfurit? E toksifikojnë. Pra ai turulloset dhe futet në zorë. Ikën si i turullosur, një pjesë edhe mund të helmohen. Ndërsa vezës ajo si bën asgjë. Veza ka të guackën me kalcium të mbështjellë dhe është e mbrojtur si thua. Kur kjo çel bëhet larvë, atëherë organizmi e lufton shumë mirë atë. Atëherë le të themi tek qumshti me hudhra ose hudhra, të marrim 2 hudhra në mëngjes. I bëjnë shumë mirë organizmit të rritur. Fëmia një thelb hudhër në mëngjes dhe i bën shumë mirë. Ndoshta ka edhe medikament farmaceutik. Ne nuk themi hiqe atë patjetër, jo. Po kjo është një ndihmuese shumë e mirë. Çfarë tjetër mund të bëjmë? Tashi çfarë mund të bëjmë? Po pikërisht mendojmë që aty në zorë tashin, sytë e imagjinatës tonë shikojnë që ka parazit, pavarësisht se janë oksiure ose lambi ose s'ka asnjë rëndësi kjo. Ka rëndësi që në zorë ne kemi diçka që është e turullosur. Atëherë duhet ta shtyjmë për të dalë jashtë. Kush mund të përdore? Me shumë efikasitet është përdorur çaj me këto kokrat e thekërës, të cilat kanë vetin që ta shtojnë peristaltikën e zorëve dhe të ndihmojnë që këto të dalin jashtë. Së dyti, farat e kungullit ose dhe vaj kungullit, por këto të përtypen mirë në mënyrë që ato farat e kungullit të shpërbëhen, si thuash, dhe të mbulojnë të gjithë atë hapësirën e zorëve. Pra jo ta përtypim copa, se do të na kapi pak sipërfaqe. Kur ne e bluaj mirë atë në dhëmball, se aty te dhëmballa bluhet shumë mirë, petëzohet holl dhe pastaj thërmohet, ajo i shtyn këto dhe ka veti helmuese, sidomos të askarideve. Dhe le të themi, gjitha këto lule që ju keni në studio, me ngjyrë të verdhë, janë shumë të mira për parazitët. Pse? Sepse kanë brendësi të tyre, përveç kimikateve të tjera, kanë edhe nga pak sqyfur. Njëra kam pak, njëra kam shumë e kështu me radhë. E krahas këtyre, ne mund të përdorim edhe këtë kuskutën, ose që i thonë ai teli i nuseve, është bima parazitare që bëhet në për jonxha e në për kështu, edhe kjo ka në brendësi të saj kripra të sqyfurit që me vërtet e ndihmojnë njeriun që të toksifikojë këto parazit. Dhe tash i le të vemi tek ta ndjekim tamam si një mikrobiolog këtë proces. Jo unë, po një tjetër që është mikrobiolog, po le të themi tashin ta shtrim këtë mikrobiologji në popull. Ka lambje të cilat mund të na ngjiten pjesën fundore të anusit. Ka vezë që mund të mbeten aty, të ngjitura. Sepse rikthehen dhe rikthehen. Po, ajo ka ato flagelat të cilat ngjiten dhe tentojnë që dhe ato të mbahen, të fiksohen, të mos ikin. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë? Pra, ndërkohë që ne kemi marrë këto si medikamente natyrale, ose edhe farmaceutiket, mund t'i gërshetojmë që të dyja, atëherë ne duhet të tregojmë shumë kujdes për higjienën, që do të thotë, duke menduar që neve këtu në fundin e anusit mundet që të kemi parazit të ngjitur, duhet një higjenë shumë e mira personale. Pra, lahemi në darkë, ndërrojmë gjitha rrobat, çarçafin, klëfin, rrobat dhe vishemi me rroba që janë të hekurosura mirë, me të nxehtë. E bëjmë këtë trajtimin 7 deri në 10 ditë. Dhe ne menduam që aty në përzorë, për shembull,
ka gjë të gjallë, pavarësisht se mund të jetë një qelizore ose shumë qelizore, por ka edhe vezë që qoftë medikamenti, ai albendazoli për shembull ose medikament tjetër, qoftë edhe këto kriprat e sqyfurit i kanë toksifikuar, le të themi, një pjesë të mirë të tyre. Por shumë efikasitet na jep edhe rigoni, për shembull, na jep edhe trumza, edhe karafili ose vajrat e tyre. Por le të themi, këto na helmuan ato larvat e gjalla, për shembull, qoftë një qelizore, qoftë shumë. Po vezën, asgjë nuk i bëjnë këto. Kur veza mbush atë ciklin e saj që do të qeli, dhe është si një larve vogël në miniatur, atëhere, nëse ne pas 21 ditësh e përsëritim edhe një kur tjetër, ekziston mundësia e një pastrimi rrënjësor të organizmit, por përsëri nuk do të mendojmë që ne kemi zhdukur ato 100%. Po kemi hequr pjesën më të madhe të tyre dhe këto tashti vetë organizmi i mban pastaj në gjendje kontrollin. Qartë. Helikobakter pylori, nisi në fakt edhe inserti duke shpjeguar për na orientuar për bisedën, ju na treguat gjithë ciklin se si ne kujdesemi nga fillimi deri në fund. Po. Por ndalemi edhe edhe ky është një bakter në formë spirale kështu, që mund të shkojë deri në 5-6 mikrometër. Ato të tjerat lambja mund të shkojë deri në 20 mikrometër për shembull, ose 15. Sikur të bëjmë një krahasim për shembull, nëse neve e marrim një helikobakter pylori për shembull, që është le të themi 7 mm, 7 mikrometër, marrim një lambje që është 15-20 mikrometër, marr dhe një kokriz sheqeri, edhe ti rris të tëra, ti zmadhoj të gjitha nga 100 herë. Atëhere, kjo lambja mund të më vej afërsisht 1 centimetër e gjysmë, si madhësi, e rritur, e zmadhuar 100 herë. 30-35 herë më shumë do të më vej kokriza e sheqerit, pra ajo do bëhet një kokriz sheqeri 1.5, ajo tjetër do të vej 5 centimetra për shembull. E helikobakteri do të më vej shumë më pak. Por, duke qenë që është në formë spirale, ka veçorinë që të ngjitet në muret e stomakut. E ngjit aty dhe skuqet. Ashtu si edhe lambja, për shembull, ngjitet në muret e brendshme. Por ky helikobakteri e gryen atë si tyriel dhe shkakton më shumë ulçera, ndërsa ajo shkakton skuqje. Dhe që të gjitha këto jashtëqitin në trupin e njeriut. Dhe trupi çfarë bën? Këto mbetje proteinike, jashtëqitet e tyre, i nxjerr jashtë sa të mundet. Dhe pasaj këto shkaktojnë atë pruritin, atë kruarjen ose skuqjet e lëkurës, nga njëherë shpesh edhe të hundës. Kurse helikobakteri na bën këtë gjë, jashtëqitjet e tij, ato enzimat ulin pH-in e stomakut. Si thuash, neutralizojnë aciditetin dhe stomaku bëhet më pak tretës. Dhe duket sikur ushqimi na qëndron më i thatë në stomak. Zoti Merja, në këtë periudhë të vitit, shumë njerëz kanë kruarjen e pjesën e pulpave, putra që dalin në krah, putra që dalin në këmbë, dhe që janë zakonisht shumë të ndjeshme, sensitive gjatë natës. Është kjo një tregues që në zorrët e tyre mundet të jetë një tregues që në zorë neve kemi parazit. Dhe sidomos kur këto ngrihen kështu si vatra, si fuska të kuqe në lëkurë, kur ne i shplaj me pak ujë të ftohtë, ato neutralizohen për shembull. Por ka edhe shumë njerëz që humbasin kriprat minerale të tyre, shkojnë drejt një anemie dhe dobësohen, si thuash, muskujt e këmbëve. Dhe ky dobësim i tyre shpesh herë na shoqërohet me të krojtura. Por ka edhe njerëz që mund t'ju rritet jo helikobakteri pylori ose bakteriet, por rriten këto transaminazat e mëlçisë. Edhe këto mundet që të na japin një prurit, një kruarje të këmbëve, ose mund të na japi edhe ankthi dhe stresi. Ka plot njerëz që nervozizmin, disa e shoqërojnë duke ngrënë thonjtë e tyre, disa duke i krojtur këmbët dhe ato skuqen. Por kur vijnë nga parazitët, këto janë veçori e tyre: kruarje natën, skuqen
dhe pasaj ato ulen ose zerohen. Në qartë, gjithë të mërja një pyetje e fundit nga na ime, çfarë ndodh nëse ne jetojmë shumë gjatë me parazitët pa i trajtuar ata? Po, çfarë mund t'i ndodhë një familje që mund të ketë një mysafir të pa dëshiruar në shtëpinë e tij për një kohë gjatë? Nervozizm, apo jo? Do të thotë si ku kymër. Këto, nëse si thoshin njëherë që këte nga ne është kështu, miku që është mik rri 72 orë, pastaj del njëherë jashtë, i mbyllë dera, hapet pra dera. Që të fill një 72 orë shiri. Ky nuk del më, pra ky e bën njeriun nervoz. Mund të bëj me puçra në lëkur, mund të na krijoj ca si njolla kafe të zeza në lëkur, ose nëse gërshetohet për shembull edhe me një lloj bakteri që ndodhet këtu në pjesën e hundës, një demodex, krijon ca si skuqe këtu, një si rozace në fytyrë, po edhe puçra kështu. Po mund të na krijojë edhe këte nga qafa si papiloma, plus edhe këto kruarit që tham. Pra, është më i pranishëm, është më i mundshëm ankthi dhe stresi. Pa le pastaj sikur këto të futen në gjak, pa le pastaj që këto mundet që të më glaborojnë rrozat kuqe të gjakut. Se ato janë, rrozat e kuqe janë për shembull 4, 5, 2 mikrometër, e kjo është 20, e glaburon kjo, e konsumon, pra ja si u shfaq anemia në organizëm. Një pyetje të fundit, folëm për këto kruarjet, pse zakonisht edhe shpeshta në dimër, ndërsa në verë duket sikur zhduken? Të mos mendojmë se kanë lidhje me stinën. Unë do të thosha më shumë, nëse kjo është që njeriu e ka këtë kruarje në dimër, më shumë, pra kur ka lagështirë, duhet shikohet edhe mundësia ndonjë myku i bardhë, që është ky Candida albicans, po kjo krijon ca pulla, si thuash, centrike, qendrore, që hapen kështu në formë rrathësh. Kjo, ndërsa ankthi, stresi, rritja e bilurbinës, e kështu, japin një kruarje, po mund të themi edhe pa lënë asnjë shenjë, asnjë puçër, asgjë. Në kupton? Pra duhet të bërë në qik dallimi. Pra në moment që kemi këtë kruarjen, mirë është të bëhet kjo prova e mëlçisë, për shembull, të shikohen këto provat e heparit, të shikohet edhe kjo formula leukocitare, pra të bëjnë këto analizat e gjakut, për të parë si është me të vërtet hemoglobina, hematokriti, eritrocitet e kështu me radhë, dhe nëse jemi në anemi, vazhdojmë për shembull ndoshta edhe me një kontroll të feqes, feqe parazit, por do t'ishte shumë mirë të marrim mostra gjatë një jave të paktën 4-5 herë. Për të bërë një diagnozë dur. Zotë Merja, ju falenderoj shumë. Gjithmonë kënaqësi ju kemi në këtë studio. Faleminderit, kënaqësia ishte edhe jonë. Faleminderit. Ndërkohë, publiku do themi kthehemi vetëm pas pak, do njihemi me historinë e një aventurieri.